Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, si gjithmonë, si çdo ditë në fakt, këtu në kanalin Monitor TV, tashmë të familjarizuar jashtëzakonisht shumë, për të sjell pranë jush edhe për të ndarë bashkarisht ngjarjet më të fundit nga jeta e personazheve publik. Dua të ndaloj tek më i preferuari juaj, për atë të cilin në fakt jeni shumë kureshtar që kam shumë mesazhe rreth Mateos, jetës të Mateos, prapaskenave dhe momenteve të bukura. Unë gjithmonë kam thënë dhe vazhdoj ta them që jam pro njerëzve të cilët manifestojnë sukseset e tyre. Edhe Mateo, siç duket, është një natyrë që di të manifestojë dhe di të kënaqë veten pikë së pari dhe të shijojë sukseset të cilat i arrije në fund të ditës me mundin e tij. Mateo ka postuar një fotografi në Instagramin e tij pas xhirimeve tashmë të përfunduara. Kur flasim për xhirime, ç'nën kupton xhirime, bëhet fjalë për She's on Top. Mateo ka përfunduar dhe edicionin e kësaj jave, një edicion tepër i suksesshëm, për këtë jam i bindur, sepse ku është Mateo ka sukses. Dhe pas një lodhje që të paktën ato që merren me media e din shumë bukur se sa përkushtim, se sa lodhje dhe se sa fokus do që ti të jesh në energji të mirë edhe të vish te publiku me dimensionin tënd më të mirë. Dhe pikërisht Mateo Bori diti të përdor energjinë e tij për gjëra të bukura. Ai pas përfundimit të She's on Top xhirimeve, ka përzgjedhur që të kaloj një moment fantastik duke drekuar. Shoh një fytyrë pozitive, shoh një Mateo me shumë energji, një Mateo të realizuar dhe realisht Mateo dhe Brikena, nëse flasim për suksese, janë dy personazhet më të suksesshëm që nga përfundimi i Big Brotherit me arritjet e tyre, do me thënë kanë patur prurje të mira në tregun e tyre, kanë qenë aktiv, kanë qenë të dobishëm për televizionin Top Channel dhe kështu që sot e shikoja që Mateo festonte me një gur, do me thënë vriste dy zogj, festonte dy suksese. Si She's on Top, ashtu edhe Top Arena, do me thënë është një përkushtim i madh që Mateo po bën, por duke që e ka me shumë dashuri. Punët e Mateos do të vazhdojnë, Mateo nuk është se do të përfundon rrugtimin e tij këtu, do me thënë ai do vazhdon të jetë pjesë e platformës dhe televizionit të Top Channelit. Besojmë që nga shtatori do të vi me emocione të reja. Mateo duke që është shumë i lumtur, duke që është shumë pozitiv dhe me këtë foto, ai ka përshëndetur të gjithë fansat edhe ndjekësit e tij, duke ju uruar edhe një ditë sa më të mirë. Dua të marr mendimin tuaj se si e shikoni ju tashmë Mateon pas përfundimit të Big Brother.